Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek lajmet që në fakt janë përfolur shumë për Luizin edhe Kiarën. Luizi dhe Kiara ka qenë në qendër të vëmendjes. Fillimisht një herë emisioni që do të sjellën Luizi që duket se pritet me shumë dashuri nga publiku, por edhe një shtatzani e mundshme. Domethënë Kiara Tito është përfolur shumë që është në një pritje të ëmbël. Nuk është diçka për t'u habitur, derisa Luizi dhe Kiara janë çift, janë të martuar, me patjetër që një ditë do të shtojnë fëmijët e tyre, nuk do ta lënë lunën vetëm. Por publiku dëshiron të di nëse sot në këtë ditë po ndodh diçka interesante tek çifti. Ne jemi munduar që të sigurojmë të rejat më të fundit në fakt që kanë të bëjnë me këtë çift për t'i ndarë me ju. Ditët e fundit emrat si Luizi dhe Kiara janë rikthyer fuqishëm në qendër të vëmendjes. Në rrjetet sociale kanë nisur të qarkullojnë informacione dhe aludime të ndryshme për të ardhmen e çiftit, sidomos për një rikthim të mundshëm të Luizit në Top Channel dhe për një projekt tjetër, domethënë televiziv, por edhe Kiara në këndin e moderatores. Por çfarë është e vërtetë dhe çfarë është e thjeshtë, një thash e them, këtë do ta shohim në vazhdim. Një nga zërat që po komentohet më shumë është se Kiara mund të jetë pjesë e televizionit Top Channel përsëri në portokalli, këtë nuk e diskutoj fare që Kiara do të jetë, por edhe Luizi domethënë do të jetë pjesë e këtij televizioni që do të vi me një emision shumë të fuqishëm. Ju dini shumë mirë që Luizi tashmë e ka pranuar, e ka thënë edhe tek intervista ime, domethënë unë e di se çfarë do të sjellën Luizi, është, më besoni, shumë e vështirë për ta shpjeguar atë që do ta sjellën Luizi, sepse është një art i vërtet dhe është një pamje jashtëzakonisht e bukur e asaj skene. Tani, për faktin që Luizi dhe Kiara do t'jenë prindër të ri, domethënë akoma nuk është zbuluar akoma një detaj i fundit që Luizi dhe Kiara kanë vendosur që të sjellin në jetë edhe një bebi. Nga planet e tyre, unë e di shumë bukur që Luizi dhe Kiara gjithmonë e kanë patur qef që fëmia i tyre i ardhshëm të jetë pikërisht në këtë kohë, e ndjejnë të arsyeshme nga që Luna është rritur pak edhe ta shijojnë momentin, të bëjnë edhe një fëmijë tjetër, por siç duket, angazhimet janë të shumta. Luizi është shumë i fokusuar tashmë tek pjesa e televizionit, një rrugtim i ri që unë e di që do të vijë jashtëzakonisht bukur tek publiku, por gjithashtu edhe Kiara është e fokusuar tek profesioni i saj, pasi që gjatë gjithë verës ka qenë në lëvizje të ndryshme në Shqipëri duke performuar në portokallin verore. Nuk ka një konfirmim, domethënë është Kiara ajo e cila duhet ta konfirmon shtatzaninë e saj, në qoftë se është shtatzën, por deri më tani domethënë të vërtetat e çiftit dhe konfirmime nga ana e çiftit kemi planet për një emision dhe me patjetër rikthimin e Kiarës në televizionin Top Channel. Domethënë për shtatzani nuk shkruan askund. Besojmë që çifti do të na surprizon.